Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik, teksa së fundmi Departamenti Amerikan I Shtetit në një raport të tij theksonte gjithë suksesin e SPAK-ut, po ndërkohë edhe quante si sukses goditjen e Berishës dhe dhëndrit të tij për korrupsion, dhe kjo duket si një shenjë mbështetje kundrejt SPAK-ut pavarësisht ndryshimit të pushtetit në Shtëpinë e Bardhë. Gjithashtu do të prekim edhe çështjen e Erion Veliajt, I cili gjendet në burg, ndërkohë nga ana tjetër ka dalë në sipërfaqe përplasje e tij me kryeministrin Edi Rama për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, por gjithashtu do të theksojmë edhe një fakt tjetër që ka të bëjë me rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Opdatit në SPAK pas largimit të tyre si pasojë ndërprerjes së fondeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Për t'ju përgjigjur gjitha këtyre çështjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Romeo Kara, si e gjykoni gjithë situatën politike në vend, teksa një pjesë e politikanëve vijojnë të jenë në burg, përmendim këtu Erion Veliajn, por edhe Ilir Metën në këtë rast, ndërkohë nga ana tjetër Berisha dhe Rama kërkojnë votën e shqiptarëve, ku së fundmi u është bashkuar edhe Lulzim Basha. Mendoj që situata nuk është ajo që duhet kishim, por jemi në hapat e parë, domethënë me fakte tani, me vepra, jo vetëm thjesht në retorik, të zgjidhjes çështjes parë ose të kryet çështjes çështja e drejtësisë. Pra, çdo program politik që do të bëhet në rrafshin e një drejtësie të marrë peng, për mua do të ngelet retorik, demagogji, dhe do të jetë një vazhdimsi e kësaj politike që kemi pasur deri tani, të politikës së thellë korruptive, të përvetësimit të gjitha pushteteve rreth parë, dhe pasurive publike, të humbjes shpresës, që të vazhdojmë mëtej, dhe shpërfytyrimi deri në fund pasaj të atyre vlerave që mund të kenë ngel. Pra kemi një hap të parë ku disa persona nga politika e lartë, Berisha tashmë është në akuzë, Meta në hetim, Velia në hetim, edhe në arrest këta të dy. Kjo ishte në plan të parë, shihet me shqetësim, edhe nga vetë politika e brendshme, nga opinioni publik, I shprehur në media apo jo I shprehur në media, të cilët menduan që këtë radhë do të kishim zgjedhje të lira të ndershme, me alternativa reale për gjithë establishmentin politik, që për mua simbolizohet edhe është se ndërtuar tek grupimi PD-PS. Jo më kot, këto dy grupime janë marrë vesh mirë kohët e fundit, kanë kaluar si pas zhurmë në mes të gjithë sherrnajës që kanë të organizuar për mua, kanë votuar edhe ndryshimet për kodin zgjedhor, kanë votuar dhe për amnistin, e cila për fat keq tentoi të I presi shpresat shqiptarëve në lidhje me të dënuarit, në lidhje me personat e korruptuar, po dhe të japi shpresë të korruptuarve që edhe oksigjen, që keni akoma shpresë të mos dëshkoheni dhe ta lëmë drejtësinë thjesht një utopi. Për këtë arsye unë mendoj që vëmendja është e shtuar edhe nga partnerët tanë dhe nuk e japim më kot këtë mesazh në lidhje me rikthimin e Opdatit dhe ky opinion I Departamentit Shtetit. Nuk është asgjë rasti, ata I drejtojnë opinionin shqiptar, tashmë të bombarduar me thashëtheme deri në idiotësi. Kur Berisha paraqiti fitoren e Trumpit si fitoren e tij, që do të bjerë non grata dhe kjo drejtësi do të bjerë dhe erdhi me premtimin për ta shkrirë këtë drejtësi, duke e simbolizuar tek SPAK. Tashmë kemi pas verifikimeve që janë bërë në lidhje me
pagesa të kryer nëpërmjet website-it. Nga të parat që është liruar, është pikërisht pjesa e Opdatit, specialistët që janë kthyer aty ku ishin, ato që ishin, në ato ndërtesa ku kanë qenë, në ato zyra ku kanë qenë, duke ja prerë shpresën një herë mirë gjithkujt në pushtet edhe jashtë pushtetit. Po që ka qenë pushtet dhe i ndyer me paratë e shqiptarëve, që kjo drejtësi do të forcohet dhe nuk ka shans që qëndrimi amerikan të ndryshojë në mënyrë të pa konceptueshme, siç u predikua nga Berisha. Edhe pushtetarët tanë besoj janë mjaft mërzitur, ja lanë retorikën anti-SPAK për një kohë gjatë në gojë Berishës, pra unë mendoj që Berisha ka folur për 2 palët, por tashmë u pa dhe nga veprimet shumë vendosur që ka bërë SPAK-u, sidomos rastin e Erion Veliajit, ata ka pas garanci për të vazhduar më tej dhe tregoi që mbështetja ndërkombëtare nuk do të mungojë dhe përkundër do të jetë edhe më fort. Me stabilizimin, me kalimin e qeverisjes nga një parti tek tjetra edhe në Amerikë, tashmë do të fillojnë aplikimet, domethënë për gjitha platformat që kanë qenë të vendosura dhe për cilat ka një politikë amerikane totale, jo politikë partijake amerikane në drejtim të drejtësisë Shqipëri. Nuk ka ndryshuar deri tani të dyja partitë që qeverisin në Amerikë 8 vjet, një 8 vjet apo një 4 vjet nuk ka rëndësi, kanë treguar të njëjtin qëndrim në lidhje edhe me sistemin, me forcimin e institucioneve demokratike në Shqipëri, me ndarjen e pushteteve, po dhe me instalimin e ndëshkueshmërisë. Çfarë po ndodh me Erion Veliajin, i cili i ka stopuar po themi sulmet ndaj prokurorëve të SPAK-ut? Zhvilloi për mua një luftë pa princip. Në këto raste duhet të ishte qetësuar, të fliste ligjërisht, të lindë një hap para drejtësi për folur dhe betejën ta zhvillonte në termat ligjor. Besoj se e kanë këshilluar dhe në momentin që është shqetësuar, në momentin e parë ka kuptuar që ka bërë gabim. Si duket, ka krijuar dhe i unin e tij dhe e ka parë të papranueshme që ai të gjendet në këtë lloj situate. Ndërkohë që ligji ka sfiduar në vendet ku ligji mbetëron, ka sfiduar gjithë që nga qytetari më i thjeshtë deri te kryetari i shtetit. Pra, besoj tani ka zbritur me këmbë tokë dhe po e vlerëson juridikisht situatën e tij, dhe jo vetëm politikisht. Çfarë fshihet pas përplasjes mes Erion Veliajit dhe kryeministrit Edi Rama për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Tani ne në media themi që ka përplasje. Se si është e saktë nuk e di. Unë po jap një vlerësim ligjor. Për sa kohë nuk është shkarkuar dhe nuk është betuar kryebashkiaku tjetër, Erion Veliaj de jure është kryetari i Bashkisë së Tiranës. Unë personalisht po të isha në vendin e tij do jepa dorëheqje. Se nuk është normale që qyteti më i madh i Shqipërisë të gjendet në një situatë tillë kolapsi, nëse është e vërtet kjo që thuhet. Por nuk mund të merret drejtimi i bashkisë pa respektuar ligjet. Kam qenë në mendimin që në fillim që me që nuk dha dorëheqjen, të shkarkohet, të shpalleshin zgjedhjet dhe të hesin përpara. Tirana ka pas kryetar bashkie dhe të tjerë para tyre, diku ka qenë dhe komitet ekzekutive, as nuk na ka filluar jeta me Veliajin, as me Ramën, as me Bashën që ishte kryetar bashkie, as me tjerë që do vinë pas. Jemi një pjesë, një interval i vogël kohor i jetës së këtij populli. Jeta ka qenë para nesh, do vazhdojë pas nesh. Këta që simbolizojnë veten si të vetmit dhe unik llojin e tyre, e kanë për veten e tyre, por edhe për të keqen tonë. Kur përfundojnë atje, kur shkojnë përpara ligjit, e kanë vështirë ta pranojnë që ka dhe ligj për ta. Mendoj që jemi, nëse ka një lloj kolapsi për plasje të tillë, ajo duhet zgjidhet patjetër ligjërisht, pra në një nga dy variantet që thash. O të lihet detohet nga Veliaj, ose nëse është e nevojshme, dhe gjithmonë ka një parashikim ligjor, po jo detyrues, që duhet të bashkëjetojnë, të bashkëqeverisin për të mirën e vendit pushteti vendor dhe qendror, atëherë pushteti qendror
nëse nuk sheh që Velia është e arsyeshme dorëheqjen, nëse e vlerëson që duhet të ndërhyj, atëherë ligji jep të drejtë për shkelje të rënda, mund të kalojmë zgjedhje parakoshme, mbas edhe një njëjtën ditë mund të ishte ose pak mbas zgjedhjeve, por kjo punë besoj do zgjidhet. Nuk besoj që do vazhdoj gjatë kjo gjendje nëse është e vërtetë. Se nuk kam akoma çfarë thon media është tjetër, unë duke bërë atë zbritjen e firës që krijon media, akoma nuk jam i saktë. Por ne po ecim drejt ndarjes pushteteve. Dhe kjo është demokracia, jo vetëm ndarjes pushtete të mëdha, por edhe qeverisjes qendrore me ato vendore, lokale. Dhe nuk mundet dikush të marrë pushtetin as kujt tjetër. Qoftë ky një person që është me paraburgim. A mendoni se Velia i mund të arrijë deri në atë pikë sa të rrëfej ose të bëjë të penduari deri diku si rasti i Arben Ahmetajt ndaj aferave korruptive të kryeministrit Edi Rama? Arben Ahmetaj nuk është i penduar. Ju ata deri diku nuk është i penduar. Pendimi fillon nga vetja. Rrëfen për vetën dhe pastaj s'mbaron për tjerët. Një leksion për pendimin e ka dhënë vetëm Nuedi Dumani. Ne po dëgjojmë shumë, edhe ato që janë dhënë jo të sakta. Le të ftoj Spakun atje ku është, të bëjë marrëveshjen e duhur Arben Ahmetaj, e të ligjëroj. Edhe ai di dhe ne dim. Nuk ose dini një gjë shumë të madhe nga ajo që dim ne. Ka dhënë mesazhe deri tani dhe akoma tenton dhe mendon budalla gjithë pjesën tjetër popullit shqiptar që mund të besoj se ky është një tantulier që mund të luajë si të dojë valcën e politikës dhe na marr mend neve deri aty sa ta besojmë që është i pafajshëm. Nuk e besojmë që është i pafajshëm, të tregoj si u zhyt në të luks ku ka jetuar të papar deri dje, si ishte ai lojtari i madh i politikës që si të vërdall dynjan, dhe tallej me të popull, dhe pastaj të shpreh dhe për tjerët. Po kështu dhe për Velien, uroj të ndodhi kjo që thoni ju. Që t'ja filloj nga vetja, të mbarojmë punë me ato 5D dhe 55D që janë atje, e pastaj të hapet pa kufi fare, mezi po e presim që të kemi raste të tilla. Edhe pse nuk kam shumë besim që do të kalojmë të drejtim. Se dielli mirë duket me sabah, çfarë kemi parë me sabah, to dhe qëndrimi mohuz dhe një grus karshi drejtësisë, nuk e besoj. Megjithatë, mbase i vjen mend. A besoni se Rion Velia do ta fitojë betejën me drejtësinë, duke qenë se ka paguar edhe një studio ligjore amerikane, siç kanë dalë dokumentet tashmë në media, ku ka paguar rreth $300,000 kësaj studioje? Kam pas përballë avokat, një avokat që ka qenë vienes, ka qenë më i mirë në Europë për 3 vitet asaj kohe. Dhe ai paguaj €1.200. Dhe besoj se ato personalisht e kam çuar afër pensionit atë kohë. Unë që s'jam aq nuk paguash muj, po duke pas vërtetat, edhe vullnetin, vendosmërinë, mendova që përballova me shumë sukses atë avokat. Kështu që përballë vërtetave që janë atje, ndosin e Spaku, dhe ne themi fakti flet vet në gjuhën tonë. Avokati nga Amerika nuk do të bëjnë një marifet, themi ne. Në i çudi, të bëjmë magji atje përpara. E pa që erdhi dhe syri fare dhe ne palemrum që s'do të fare. Të gjithë spekulojnë me amerikanët dinë mirë që janë superfuqi dhe në vendet e vogla habiten kur i vjen një nga Amerika, po jo me shqiptar, nuk shkon me shqiptar. Një pjesë e madhe shqiptarëve jeton jashtë, ne kemi heq kompleksin e inferioritetit. Ai është një nga mira studiot që është këtu, ka një klient që është Shqipëri, për cilin mendon që mund të garantojë procedurën asgjë tjetër. Por që akuza tjetër rënd shqip e të përkthehet në pafajësinë anglisht, këtë se bën dot. Është pjesë e marifetit që thash magjistarit. Jo, bile besoj se Velia do t'i bëjnë punë vetëm avokatët e mirë shqiptar. Ka avokat mirë aty. Mund të jenë dhe ish prokuror, që njohin procedurën,
të bëhet betejë dhëm për dhëm në sallën e gjyqit, edhe rreth saj, po jo me mjete tjera jo ligjore, dhe e dyta nesër shqiptarët shohin mirë me çfarë po paguhet ky avokat ose kjo studi. Me çfarë po paguhet? Në media kemi që kur seni para ke dërkues i vogël, tani kanë dalë fatura të tmerrshme. Edhe unë po shkoj të vjet nesër, nuk pasurohem vetë, se jam budalla, do pasuroj gjithë racën time, po ta kem atë mendje. Tani gjithë ta pushtetarët tanë, gjithë ta kanë edhe ata që ju kanë vdekur, i kanë pasuruar mbas vdekjes. Kjo është tursh. Një pushtetar shqiptar paguan një studio saqimet e kokës. Sa frëngu pulën ka dalë nga Aleksandr Duma, kur damgjarin e lampa ngrën, e nuk i jepin pulën, e paguaj pulën shumë shtrejt, kur e morën peng. Ne mos e hënim rrit me këto filma dhe me këto libra. Kështu që me këtë lloj studie shtoj më tepër mosbesimin në opinionin ndaj tij. S'paski besim të avokatët shqiptarë, të ligjit, të organet dhe institucionet drejtësisë shqiptare, po kur s'ke besim ti, që ishe i pari vendit kandidat për kryeministër, kryetar partie, po të dion, çfarë do themi për njerëz të thjesht? Ja. Ky është sistemi që bën vetë, dhe është sigurt se ironia e fatit është ajo që bën vetë do të bie. Çfarë ke ngritur atë gurë që lart do të bie në kokë. Ta mbajnë e meritojnë. Ky popull ka vojtur shumë, e kanë humbur sensin e realitetit. Unë jam të njerëzit janë të pështirosur me këto lloj pagese që kam dëgjuar. Si kam parë një me dylbia të shumë, edhe them, mos u marrsh edhe unë kurrë me avokati, po merr vetëm me këtë punë që po bëj tani, bashkë me ju. Nuk pas ka punë më të rëndësishme, se është e kot. Çfarë do lloj gjëje të bëjë njëri një iniciativë private atje, nuk mund të jetojë të aq si qen edhe djersën e tij. Jo, pa të drejtat kryesore nuk bëhet. Dhe kot lodhën shqiptarët që mendojnë të kenë zgjidhje personale. Në fund do përballen me sistemin, do i shtyp sistemin. Ndryshojnë të sistem nga këta njerëz të mirë që duken si të pathyeshëm, si përjetshëm, nga këta qerraman, qas burgu se mbajnë dot, në rregull është. Shqiptarët do dyshojnë qasi ka shi vetes tyre. E trajton tjetër si përbilç do sillet. E trajton si pabler, i pabler do bëhet. Ky establishment politik duhet trajtuar si pabler. Po të shohësh, gjithë establishmenti është pure motive, pure strategji, pure outcome. Pa motiv, pa strategji, pa produkt. Kush bile po det basha më simpatiku nga të gjithë. As batutat s'po i dalin më këtyre. Nuk po i vetë asgjë. Berisha bën më kur e pyesi për pagesën lidhe me Lacivitan. Nuk thot asgjë. Më gojshturi politikës është Berisha. Nuk thot asgjë. Më oratorit e tani ka qenë Rama. S'po jetë batuta. Ka ngel ke luli. Pse? Se kur të le, të le. Edhe Usain Bolt ka qenë kampion bote, po të le. E la sportin të le. Kur të le, është realitet e kundra. Nuk është më koha me këta. E po të fitojnë, dhe vazhdojmë të kemi qeverisje, edhe si kur të dyja palët bëjmë bashkë, e parashikoj që të mund të bëjmë bashkë, është tursh. Me gjitha to zgjedhje nuk do prodhojnë 4 vjet mandat qeverisës. Do prodhojnë shumë pak. To zgjedhje do prodhojnë një krizë elektorale të vazhdueshme më pas, deri në shkërmoqjen e sistemit. Për të jam i bindur. Duke mbetur sërish te Erion Veliaj, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se ndoshta dhe ka gjasa që Erion Veliajt mund të jetë dërguar plumb brenda zarfit në burg apo edhe mund të jetë droguar. Si mendoni, mund të kenë arritur deri në skenar të tillë që pretendon Berisha? Berisha foli për llogarit Ahmetajt kur tha rrezikohet familja, se bashkë koordinuan. Kur të hapen letrat do shohim që kanë pasur bashkëpunim dhe përpara, për mua. Berisha me Ahmetin, që zgjedhjet para zgjedhjeve 2021. Intrigat politike janë deri në kufit e shmëndurisë, të imagjinatës, domethënë. Nuk tani Berisha po merr në mbrojtje Erion Veliaj. Kjo është, edhe kjo, megjithatë,
duke parë që bizneset e familjes kanë shkuar mirë në Tiranë, nuk është çudi ta marrë dhe mbrojtje. Për mua këta hanë e pinë gjithë natën bashk, e flen bashk, dhe në mëngjes dhe dëllisin kundër njëri tjetrit, janë bërë pabesueshëm, po i delegojnë edhe njerëzit nga njëri ke tjetri, brenda sekretarorëve, ish deputet, ish ushtarak të lartë, ish general, ndrojnë krahët nga njëri ke tjetri, pra konvertohen si pat keq, duke shkelur çdo lloj etike politike dhe merite, dhe nuk besoj që të paktën qëllimi i thënies Berishës ka qenë pozitiv. Këto me plumba besoj nuk ka dhe më vlerë tani. As Velia nuk besoj se e ka vlerësuar këtë gjë siç thot Berisha. Përkundrazi janë mënyrat më të buta, po dhe më efikase ato me cilat mund të kërcënojnë. Është një mënyrë mbase simbolike, thënë Berisha. Nuk e besoj që ka ndodhur kështu. Së fundmi ka dalë një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vlerëson punën e SPAK-ut dhe evidenton faktin e goditjes së Berishës, i cili u shpall non grata dhe më pas u la në arrest shtëpie së bashku me dhëndrin e tij. Çfarë do të thotë ky raport dhe është një sinjal mbështetje për SPAK-un? Po. Jo sinjal mbështetje, po sinjali dyfisht. Amerika është pro SPAK-ut, pro drejtësisë, dhe absolutisht jo pro Berishës. Kush ka mend të kupton? Kjo shqiptarë do shkojnë pas Berishës, edhe me premtimin ky person nën akuzë tashmë. Është nën akuzë, është gjë shumë e rëndë, me premtimin do shkojë SPAK-un, pra ky person e ka merituar pikërisht para fushatës t'i vi kjo mandat nga Amerika, mbasi foli shumë e premtoi shumë që ka ndryshuar qendrimi amerikan ka shiti e tjerë. Ja pra kura dhe oratoria false e Berishës, edhe fortuna në gotë që krijoi aty, sinjali qartë. Ne jemi me drejtsinë dhe kushdo forcë që është kundër SPAK-ut nuk është me Amerikën, dhe absolutisht jo, ne nuk e ndryshojmë qëndrimin tonë për Berishën. Tani, kush është ai që mendon që Shqipëria në këtë rrugë që ka zgjedhur euroatlantike do të vazhdojë me Berishën? A mund votohet për mua sot? Edhe Rama nuk është shpallur, po ti shpallë Rama, do thoja me këtë ligj nuk hyet në zgjedhje, ço popull bën revolucion. Ne s'mund votojmë o një non grata o i tjetër. Për mua sot është një hap më para në papranueshmërinë e tij Berisha, me non grata që kanë qafë. Është tradhti të votosh për të. Ku do të çojë Shqipërinë? Ja e mori pushtetin, kush do pranoj? Ta pranojnë krushit e vetë, dhe i Malëzi e Serbi, më tepër jo. Kjo që mendoj që ata shqiptarë që donin të gënjenin mendjen, që kanë qef t'i besojnë çfarë thot Berisha, si të justifikohen, si të bëjnë fushatën. Dhe ky është plani i Ramës, erdhi ngjalli deri ku Berishën për të ripozicionuar veten prapë. Megjithatë nuk besoj të jetë një fitore dëshirë gjatë edhe Ramës. A është kjo një shenjë që Berishës me shumë gjasa nuk do t'i hiqet kurrë non grata? Berisha do të ishte në burg. Ai dhe stafi i tij. Band për mua është organizatë kriminale në gjithë kuptimet e fjalës. E ka emrin parti politike, po për mua dhe parti politike të gjitha janë kthyer në krim të organizuar. Ne do të kishim mbaruar punë me Berishën sot. Në këto zgjedhje s'duhet të ishte Berisha, ose i gjithë ky establishment politik. Megjithatë, po hecet drejt kësaj që unë po them, me që vota nuk përçan do të çaj drejtësia. Dhe kur të vendoset drejtësia, atëherë do të kemi mundësinë të votojnë sipas nevit një kushtetues, zgjedhje të lira të ndershme, periodike dhe gjithë përfshirëse e tjerë. Deri tani po votojmë të detyruar mes dy alternativave, mes dy qieve. Dhe i kohë që shqiptarët nuk janë të gjithë qi dhe nuk garojnë të gjithë në rrugën e të keqës. Ju e përmendët pak më parë, po sa i përket kontratës Berishës me konsulentin amerikan Chris Lasivita, pse deri më tani nuk është bërë publike kontrata që Berisha ka
vendosur me këtë konsulent amerikan dhe çfarë po fshe në këtë rast? Ja, kjo pyetje duhet drejtu Berishës. Se po e bëj publike, do rënohet dhe më tej. Me çfarë ka paguar avokatët djalit i tij në Florida në 2019 kur humbi një nga gjyqet, pastaj humbi edhe në apel. Kur hodhi Guy Larson gjyq për punën e gërdesit, me çfarë ka paguar ato në Angli, me çfarë po paguan këtë. Ky personi që ka vetëm 30 metra katror shtëpi më tepër. Ky super miliarderi. Po të jam i sigurt me çfarë shoh me sytë e mi, me çfarë ka bërë pushteti Shqipëri, të gjithë liderët politik, Shqipëria miliarder, në emër tjerë. Po kur i shohim dhe këta oligarkët, këto vemje që sillen për qark pushtetit dhe janë bërë më të rëndësishëm se ministrat, kur i shohim dhe këto në spak për krah Berishës, e velijet e tjerëve, atëherë do ta marrin vesh se si ka qenë loja. Pra, këtu është bashkimi i dy forca politike, të oligarkët, është e thjeshtë fare. Të gjitha tregjet janë duopol. Jam unë pushtet zotroj më shumë, jeti nesër, zotron ti nesër më tepër. Dhe zotëria nuk tregon. Dhe unë e thash edhe në fillim të televizës. Me e vra Berishën nuk thot sa për paguën e civitan. Kur të marrë shqiptarët që është shumë e madhe shuma që se për paguën e Romelie, po paka shumë kështu do jetë, qindra mira dollar ora. Po unë ka përshtypjen që aty ka kaluar shifra e milionave të dollarëve me 2 shifra ka kaluar paktën. Duhet të jetë mbi 10 them unë. Pastaj mbi 10 mund shkoj 50, 10, pastaj bëhet me 3 shifra 100, nuk e ka problem ta. Pasi mi qenë shumë pasur. Dhe ajo që mungon tek ne është këta zabërhanët që paguajnë se ka problem dhe 5.000 euro ora, ka dhe avokat me shifra të tilla që po them, 5.000 pound ora. Po nuk merre me këtë lloj llumi. Por tani 1.200 euro ose 1.800 euro dollar ora. Po kush e gjizvjen? Edhe orën e printimit ta bëjnë po kaq, 1.800. Kupton? Shqiptarët i shohin me dylbi këto shifra. Dhe pa u vendosur drejtësi, ajo pasuria që këta po e ndajnë kështu për të shpëtuar, pra për ditë zezme dhe me këta ne themi parë e bardhë për ditë zezë, ta kanë parë të zezë për ditë akoma më të zezë. Ajo pasuri, po su dënuan këta me gjithë oligarkët, nuk do kthehet pasuri ke shqiptarët. As i zgjidhje ekonomike nuk do ikë shqiptarëve nga premtimet e neverishme që bëjnë dy palët. Kupton? Edhe në këtë skem nuk gjen mundësi të rresin pensionet. Ja unë që flas, s'kam lidhje fare me atë pjesë, është skema gati. Për të rritë pensionet dhe për të vendosur ratë parë minimumin e tij. Me skemën e vjedhjes nuk dalin pensionet dhe bëj sikur din matematikë, se ne s'dim matematikë, këta din. Këta din, nuk ka mendimi njerëzor fillon dhe mbaron me këta. Bukuria njerëzore fillon dhe mbaron me këta. Filozofia politike fillon dhe mbaron me këta. Po mirë, mbajnë të kërdalla të rjetën. Edhe pse e shohin që këta po tallen, vazhdojnë s'ka tjerë. Populli çuditshëm vëlla. Ne adhurojmë dhe pushtuesit, po dhe pushtetarët. Dhe për të çuditë shqip, të dyja kanë thelbin e fjalës njëjtë. Pushtet. Pushtues, pushtet. Të huaj se kanë okupator, okupon. Edhe po ta greqizojnë pak, dalin që ato dy palët janë pushta. Kurse termi ministri latinisht është shërbëtor publik. Ku takon ministri më? E vë ministri 25 vjeç, i hyn vetë në qef, nuk del në rrugë në këmbë, se i ulet autoriteti, nuk del aty ke marketi lagjës të blej. Ministra po ministria. A merr veshën. Ne dashurojmë ata që na shtypin, na shfrytëzojnë, i adhurojmë. Ky është problemi. Ky është problemi që kemi ne. Nuk shohim vërtetën sy, e nuk shohim që jemi të barabartë të gjithë para Zotit.
me më pyet çfarë e robi Zotit. Por çfarë ata? Kush i bëri këta? Kush e bëri këto 2 metroshin edhe këtë kreshnikun e madh të PD-s? Kush i bëri këta? Çfarë ata? A janë qenë të tjerë, nuk e qenë njerëzore këta? Kështu doli dhe Belia, qenë e madhe si këta e ardhmja e këtyre liderëve kështu me përmasa mbi njerëzoren. Po aty qau si fëmijë aty. Apo s'është e vërtetë kjo? Dhe për masat e vërteta të buri shtetit, ka thënë Platoni, tregohen kur ai ushtron pushtet. Këta janë vemi. Ti beson, ti mund të jesh dhe pa përgjeshëm. Ti beson, ata përfaqësues të interesave tua, ti beson, ata të shkërmoqin, derisa të ktheheni lypës për fatin tënd. Populli që lypi nuk meriton respekt. Edhe ne nuk meritojmë respektin e pushtetëtarëve tanë. Unë mendoj që ne kemi probleme me qasjen tonë. Kur të hapim sy, do shohim, ikën jeta në fund, ka parë njerëz si puna ime që tani është thyrë ajo. Nuk jemi në sunrise, jemi sunset. Është thyrë, ne jemi perëndim jetës. Po fjalët kemi më të sakta, përvoja jonë është më e saktë. Është guri çmuar, prandaj thon peqërojmë punën. Ora, po çfarë duruam ne? Na marrin jetën ta skërbi, po çfarë? Dhe është një motiv kjo urrëtie, po me bazë. Merr jetën time ti, merr fëmijëve të mi, se të do ty me nderja, po jo më të përballesh. Prandaj minimumit për krajm drejtësinë. Tjetra do ishte mirë të ishim çuar, të ishim nxjerr zgupti nga zyrat, e të kishim kthyer popullit të zyra, aty oligarkëve t'ia kishim marrë pasurinë kështu dhe kishim dhënë popullit ton, e vendosim ligjet drejta, tregun e lirë, gjithë. Ne për të shkuar në një treg të lirë, edhe lirinë e fjalës, ikim nga i sistem. Po që ashtu ishte më mirë atëherë në atë kohë. Se të paktën atë sistem zbatoi ligji siç ishte. Tani s'ka ligj. Kemi ligje të shkruar, ato të këqija, ato që janë dedikuar me standarde, po jo më ka ligj, s'ka ligj. Flasim për meritokraci dhe pastaj vetëm servilet e këtyre na bëhen hajër. Këtu e mira buron nga lart, nga udhëheci, nga lideri. Ne pra duhet të jetërsohemi, të bëhemi pirsa të njëjtë të tjetrit, që ju zhduk dhe shumë gop duke e lëpir dynjaja këtyre, e marrë me vete, edhe ne kemi përfunduar pa dinjitet. Kjo është. Unë mendoj që jemi dhe ne fajtor. Njërë dyherë mund ta ketë fajin tjetri, po pastaj e dyta si mos ndryshojmë ne. Shkojmë në zgjedhje, ram Berish, s'ka tjerë. Çfarë po thot njëri, çfarë po thot tjetri? Ja merri dëgjoj. Duhet pim ilaç, mos zgjerim ushqimi që ham. Për të vjellë që më pami, le pastaj kur hapin gojën dhe flas. Më verem që kam realisht, po prapë kjo duhet të thotë se do të heqim dorë nga qëndrimet tona. Është fati jon. Po të ishte për punët e tyre, me sy se kisha pa. S'isha marrë kur me njerëz përshtirë. Po kjo përshirësi është e padurueshme pastaj dhe është kthyer në zgjedh. Në qafat e gjithë. Nisur nga raportimet në media, por edhe nga zëra autoritare në fushën e drejtësisë, flitet për një arrestim të mundshëm nga ana e SPAK-ut djalit të ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzem Berisha. Ju a besoni se do të ketë një goditje të SPAK-ut kundrejt Shkëlzem Berishës? Unë besoj do të ketë goditje të SPAK-ut kundër gjithë këtyre emrave që folet deri tani. Gjithë. Mos keni më rënë. Asa kur, ç'është e kohë është, po do ketë patjetër. Ndryshe duhet filloj dajaku revolucionit. Edhe do ta bëjmë, se nuk mund të jenë këta që na vjedhin më të rrima se ne që vjedhemi. Këta janë më të revoltuar se ne që po rripemi për zgjalli. Kështu që mendoj që gjëja kryesore apo e vetmja që garanton çdo gjë tjetër lidhet me dinjitetin, lirinë, lumturinë e begatinë e shqiptarëve, kalon vetëm nëpërmjet një nukli, që është drejtësia. Kështu që familja Berisha ka merituar me kohë dhe jo vetëm ai, po edhe goca e Berishës të arrestohet, edhe gruaja e Berishës edhe Berisha. Të katërt kanë vjedhur me të katra.
dhe vazhdojnë vjedhin bashkë me smaqarët e tyre që rrinë tek ajo rruga e tij, ku unë besoj që një pjesë e madhe pronave përkasin atij dhe njerëzit e atij. Kështu është. Mendoj që nuk janë shpallur më kot non grata. Ai rreth parë ka korruptuar familjen dhe kjo familje është bërë simbol i korrupsionit, po ashtu dhe miqtë e tyre. Edhe çfarë ka zgjedhur në listat sigurt të partive, të dy partitë kryesore, i ke pothuaj pjesë e madhe për t'i arrestuar. Se janë fut listë sigurt për shpëtuar dhe për të motivuar nesër për të bërë reforma kundër Spakut. Besoj se do e marrin përgjigje. Çfarë po ndodh me Ilir Metën, i cili pothuajse ka rënë në qetësi që pas vendimit të gjykatës lartë, e cila rrëzoi rekursin e tij për lirimin nga burgu? Po, ka rënë s'quk kështu, domethënë. Ditë e parë nuk e pranonte, edhe ai si Velie, po në formë tjetër. Ka luritur, 3-4 ditë ka luritur kështu. Nuk i flite me gojë, thonin edhe këta punojës të burgut. Ishin çuditshëm shumë. Ka rënë s'quk kështu, e këshilloi të sillet mirë aty, duhet ta pastrojë atë ambientin aty. Nuk ka më shërbëtor t'ia pastrojë. Ta pastrojë edhe qelin, edhe vetën gjithë. Kjo është këshilla ime që i japun dhe uroj ta dëgjoj. Për tjetër ka kuptuar që është më serioze situata se sa mendon ai. E shoh të lirë minimumin mbas 10 vjetëve. Por na ka premtuar që 80 vjeç do bëhet president, kështu që me kismet dhe tjerë. E ka kuptuar që nuk shtyhet me tension të lartë burgu. Burgu do qetësi. Do stil të kalosh burgu. Besoj do këtë marrë në këshim nga nanu. Edhe nga Lefter Kokë. Cilat kanë qenë sjelljet e tij të çuditshme në burg? Po u lurinte shantë. Derisa e kuptoj që s'ta kam fajin tjerë dhe ta kam fajin koka jote, vetja. Edhe i qik më me dignitet tani se ish president, ish kryeministër. Mos mendoj dhe burgosoj tani atyre njerë ne pasur president. Pra do dhe i qik dignitet aty. Pavarësisht që ne e them, për hirë posti që ka pas, bëjt i qik më dignitosat. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar socialistët se kush vjedh pas shpine apo korruptohet, do të shkojë atje ku e ka vendin. A është duke paralajmëruar për ndonjë emër të ri kryeministri Rama sa i përket përballjes me drejtësinë? Retorike pa bajate, nuk ka meritor më të analizosh fare, si pas shpine. Ç'më do mua se thesari di e vën pas shpine? Pika parë e drejtimit i shtetit dhe buri i shtetit është ta ruajë vendin nga kategoria shpërdoruese. Me këtë fjali nuk kalon ka ata që nuk duan ose nuk dinë, po jo. Unë s'mund t'i përgjigjem ndryshe. E dyta nuk je ti që ruan, ti bëj pjesë e qeverisjes, drejtësia të vetëm, kuvendit vetën e tjerë. Një skandal ka ndodhur në Amerikë këtu, me një operacion Yemen, senatorët po i bëjnë gjimnastik. Këshilltarëve të sigurisë, drejtorit të CIA e të gjithë. Këta kanë uzurpuar më, ku ke këtu pushtet e iniciativë? Ku ke këtu komisione që të vinë të numërojnë dhëmë dhe mballë, si këtu? S'ken Shqipëri si këtu. Pushteti ekzekutiv, pushteti i paras, oligarkëve, edhe kriminalëve të kthyer oligark, është mbi çdo pushtet tjetër. Tani po del një fije pushtet drejtësie me Spakun, që këta janë bërë keq. Akoma me këtë retorikën, kush vjedh? Ka për kapi, pse s'ka kap vet? Tani bëjmë një rezume. Ke sjell kaq të ardhura. Po themi se radh parë jeta do vazhdonte, do prodhonin, do jetonin. Shqiptarët do vrisin vetë, po mos ishte Rama. O zota more Rama tani na merr dhe në tjerëve, qajmë si për Macedonin. Ne do jetonim, jeta do vazhdonte, si s'kishte vazhduar. Hajde bëjmë një rezume. Sa sollet të ardhura edhe sa na humbur, sa janë kapur. Tani kush e ma përgjegjësinë për këto që kanë vjedhur? Përgjegjësinë për të vjedhur e ma kanë këta të tjerë. Por meritat
për arritje, se nuk e di çfarë arritje është bërë, e ka ky i madhi. Po populli voton me votë. Po populli keni shtyp më? Populli e kanë shtyp. E do të thotë që një popull i shtypur që voton, do të na mbyllë gojën ne që kemi drejt. E të bëjmë kusuret kuris se pas ka njerëz që votokën. Po lëret lirë popull. Nuk mendoj që ka thonë gjë të zgjuar, prapa unë parle po them, ka hyrë në zgjedhje pa retorik, pa asgjë. Do t'i fitoj ashtu, siç ka nisë, t'i fitoj, ose t'i fitoj, punë e tij. Fundi do të jetë surprizues. Nuk ka më ka ardhur Rama, ka zbrit nga hëna nga Marsi, Rama tek ai lisi me vërta, një nga një e të tërë do të shkojnë ta. Nuk ka më tani. Unë mendoj që era drejtësi po shqetëson dhe Rama. Kur mund të përballet me drejtësinë Edi Rama? Po, nuk e di. Si ta kenë programuar tani, po do t'i vi dita. Çdo person ka ditën e tij. Çdo natë ka fundin e saj. Ta harrojnë ta që do na mbajnë edhe do të qeverisin dhe mas vdekjes, t'i bëjmë dhe i shkop si Solomoni, që edhe i cili zotëron të dhe gjindet, e që mos ta kuptoni gjindet, e mbajti shkopin dhe i vdekur, derisa e gryen krimët dhe ra. Ja t'i bëjmë dhe i shkop tani atje, dhe do të rrim aty në hijen e këtyre, në lyqin e këtyre, po jo më janë. Kur të fillojë ndryshimi, do i marr përpara me shpejtësi pa ashtu. Unë e parashikoj të dhe besoj do jemi prapë bashkë për biseduar. Nuk ka më kupa është mbushur, dhe ku mbushet një kupë, çdo pikë hidhet do derdhe. Nuk me çfarë formash do shmangim. Përse them unë që kupa është mbushur? Zullumi kputet duke u trash, litari duke u ullu. Apo i mbyt zullumi vet. Nëse besuam që do merret drejtësia me Veliaj, me Berishën, me Metrën. Drejtësia ka vajt thellë tek ata. Tani nga establishmenti vjetë kush ka ngelur Rama? A është një çudi? Fare se çudi. Çdo gjë pritet, do hapen gjëra, do shifen mirë, po që se këta zotëritë e tjerë do na bëjnë edhe pishmalli, nëse se këta pazari ka bashkuar, pazari do t'i ndaj. Atëherë shohim. Kush mendoni se do të goditet para zgjedhjeve sa i përket figurave kryesore, qoftë të mazhorancës apo edhe të opozitës, kryesisht po marrim ata që kanë të njëjtën peshë? Nuk hedh fall një hit tani se nuk e kanë bërë një punë. Kisha vetë në kryet spakut me këto dosi që kanë, do i kisha fshirë gjithë, pa preshtim, as i preshtim. Kjo është e vërteta. Ku surs kanë lënë, nuk ka një sektor të qeverisis apo ish qeverisis i ka shpëtuar. Dhe them një fakt në takimet që kam pas. Kur ta bit personin që dëshmojt, dhe them dhe me emër. Dhe vjen një biznesmen grek Shqipëri. Në krizën nga madhe që u bën Greqi, vjen një biznesmeni dhe takohet me një ministër. Ka qenë rreth vitit 2007-8. Një ministër shqiptar. Dhe i kërkon që ky person të zhvillojë një aktivitet dhe kishin një rrjet për rreth 45 dyqanesh kafe për portative, nga ata me kontenjera, do ta instalonte ato edhe në Shqipëri. Bën takim me ministrin shqiptar, i jep dosjen me program, me CV me të gjitha, si do ta organizonte këtë rrjetin e këtyre, në shërbime në Bregdete, këtë diun. Bas, një 10 ditësh bën takimin tjetër, edhe i thotë dosja ishte pa lëvizur, pra si kishte parë fare ky ministri jon, që kishte marrë dosjen për shqyrtim. E zgjidhën të punëva 10 milion euro për mua dhe kjo punë bëhet. Unë me 10 euro kishte thënë ai hap licencën në New York, me $10. Për këtë ministër përflitet që ka blerë këtu në Atlantic City, jo larg nga ku po rrim këtë moment, të pak në 5 vila luksoze në Bregdet. Ta kemi pasur qeveritar dhe ky ministër ka lidhje forta, edhe pse ishte i PD-s, ka lidhje forta edhe me PS. Se ka prekush, si ka hyrë gjëmka.
Ja, ky është motivi, no? Edhe kur vi për të them njëkohësisht dhe po qetësohem, s'të lëm faktet. Ta sjellin adrenalinën prapë këtu. Në fyt ta sjellin. To përshirësira. Po çanta ministër nga fshati realisht. Akoma sot ecën shtrëmbër, ecën me thëmbra. Por që nuk di ku ka parat. Nga një fshat i humbur është bërë agar në mes të Amerikës. Këto e. Edhe biznese tjera, përveç atyre vilave e tjera. Mendoj që shqiptarëve është ndyrë shkopin nga dy akra dhe s'ka nga ta kapin. Unë e mi qartë që duhet kapur nga parimet. Tani këtë thuash, kush është njëri me se tjetri? Bile e thuash tani kush është njëri me se tjetri nuk e gjen dot se janë bërë baras njësoj. Kanë marrë të dozën maksimale të zezës e nuk e dallon dot më kush është njëri me zezë tjetri. Avokat, dhe i pyetje fundit, si parashikoni zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 maj dhe çfarë pritet të prodhojnë ato? Zgjedhjet vështira të qelbura, jo të lira, që nuk do të prodhojnë asgjë, përveç se një zgjatje të pengmarrjes të fatëve popullit shqiptar. Të prodhojnë vetëm diçka, jo një qeveri stabilizuar për 4 vite tjera, por janë një trokitje për krizën elektorale që do të vijojë një sistem krizash derisa ne të përballemi me këtë sistem, të bjerë ky sistem. Por me ndihmën e drejtësisë. Mendoj që zgjedhje më të pashpresa dhe më të vështira se këto nuk kam, se mbasi është mbushur kupa, po ta shohësh, unë e thash, pure strategji, pure motive, pure outcome. Pa strategji, pa motiv, pa produkt, shumë të tjerë. Pra, ne kanë lodhur, ne kanë shpifur, dhe aty është shpifur dhe vetja me sa shoh. Janë lodhur dhe vetë duke na gënjyer, duke na premtuar, dhe vetë për gjë nuk lodhen, duke na vjedhur. Pra prap duan pushtet. Besoj se ka kaluar çdo lloj mase, çdo lloj kufiri. Pra. Nuk ka më sens të analizojmë kështu si kur këtu kemi një çudi për zgjedhur. Ca hajdut që konkurrojnë me ca ish hajdut, po që realisht janë në lojë se ju ka ecur biznesi prapë. Kjo është. Hajdut dhe asgjë më tepër, ordiner dhe asgjë më tepër, kriminal dhe asgjë më tepër, mbi gjitha anti-shqiptar dhe anti-human. Se edhe mos qofshin shqiptar, thjesht jemi qenë njerëzore, nuk e meritojmë të trajtojnë kështu. Pastaj flasim për arritjet, atëherë pastaj na shtojnë atë dozën e përshirësisë. Arritja më e madhe është që ne i kemi ngritur kult hajdutlikut. Domethënë vlerësim më të madh. Ne vetëm në fantazi u bë pirati pap. Ne bëm hajdutin ordiner, bëm president. Tani kemi ministrash. Dhe vazhdojnë konkurrojnë me non grata. Nga bisedat që kam pas tu, aty është të më thonë, bëjnë këshillik. Ne kemi dizenjuar non grata dhe këta bëjnë këshillik. O non grata të njësë të tyre konkurrojnë, i bëm prapë për të konkurruar. Vazhdojnë bëjnë, ta qënë deri në fund. Edhe Noriega nxori shpatën dikur kundër Amerikës. Po e psoi. Vazhdojnë. Ne besojmë se e armi përket atyre që janë me të drejtën edhe me zgjidhje dinjitoze dhe për begatinat i vendit. E meriton vendi ynë, populli ynë. Ne vazhdojmë më keq se sa edhe pushtuesi s'do të kishin trajtuar kaq keq sa ka trajtuar me dëmë përfaqësuesit tanë, të cilët nuk e përfaqësues, se po na marrin me dhunë. S'na kanë lënë zgjidhje, na kanë thonë o Sali o Edvin, asgjë tjetër. Kemi pyetje tjetër. Po, me që përmendët rastin e Noriegës, më kujtua dosja me Gonigal, sa rrezikon Edi Rama nëse SBA vijon më tej për të thelluar dosjen me Gonigal? Se di, pastaj duhet të pyesni këtu domethënë. Kjo gazetaria, se gazetaria është mund të investigosh dhe 3 vjet për të zbuluar çështje.
Unë e di që ju se keni takati financiar për ta çuar deri këtu, po ajo do të parë. Nuk them që e njoh legjislacionin amerikan, në termat penal pak a shumë janë njësoj, po këtu janë dhe të rënda. U dënua para 2-3 ditësh një oficer policie, kam menimin në Oklahoma, me 263 vjet burg për ngacmim seksual të disa femrave me origjinë afrikane, afroamerikane, të cilat kishin pasqyrë me probleme penale dhe që ky shfrytëzonte rastin për t'i ushtruar presion. 263 vite. Tani në lidhje me korrupsionin, siç mendoni ju të tjerë, nuk e di. Me ligj shqiptar mund ta them, ne kemi të buta ligjet. Megjithatë varet, duhet parë si do trajtohet ajo çështje. A do hapet si çështje apo jo? E tjerë, po unë mendoj që ne nuk kemi nevojë edhe për këtë. S'ka nevojë për të parë raportin me Benigalli, sesa të shohësh që unë nuk kam shpresë që do vi një ekip i cili do të mirë administrojë jetën time, të familjes time dhe të vendit tim. Dhe si e vlerësojnë, jo nga ajo që thot ai, jo po kush do hajë ato mbas kurizit, ne kush jemi ajo që themi që do jemi, thonë filozofët. Ne jemi ajo që kemi bërë dhe po bëjmë. Ka treguar gjë edhe qeverisja këtij, që ky ka dënuar dhe ka ngritur zërin me ata që kanë vjedhur etj. Aty i ka. Përkundërzi janë lartësuar, po investojnë dhe në Afrikë. Po unë që pres atë pagën, apo jemi budallene. Dakor. Jemi mësuar durojmë, do durojmë. Përballje është kjo jetë. Për mua çdo gjë është përballje. Këta hajdut nuk e kuptojnë domethënë. Do t'ja them shkurt se është shumë e bukur. Burrë e grua besimtar mbi 85 vjeç. Edhe i kishin marrë peng. Edhe i thot gruaja, po ç'është shumë, mor thot burrët. Djeto haku surën të moshtë. Prova nga Zoti i Madh me gruajtat. Po dhe këtë moshë, thot ajo, deri në frymën e fundit. I përgjigjet burrit. Dhe kjo është nga një pjesë unë e kam parë një serial shumë bukur lindor, por pjesa tjetër perëndimore ke Fausti, ke Mefistofeli. Ku erdhi qetësia, tha në fund i jetës. Dhe këta ta dinë mirë që përballë do na kenë. Se kanë menduar se po lodhemi. Ta si lodhem duke u vjedh, edhe unë të lodhem duke protestu, po jo, nuk bova kjo po. Unë dhe tjerë, shpresoj që njerëzit ta kuptojnë që nuk ka rrugë tjetër. Me këto hiena duhet përballemi. Jo po t'i marrim me të mirë, jo po t'i çojmë një mesazh shumë, këta janë kafshë, ta nuk janë njerëz. Me këta duhet vetëm përballje. Dhëm për dhëm. Edhe përballja bëhet shumë mirë. Ai të uzurpon jetën aty, ne që këtej. Ai këtej ne atje. Si ashtu. Tani Zoti na ka dhënë edhe mendjen, edhe mësimet e shkruara, orientim qartë. Udhëzim për njerëzit janë ato libra. Kush i ka përvetësuar nuk ka humbur rrugën. Ishte kënaqësi që ishim bashkë. Zoti Kara, faleminderit për kohën tuaj, ju uroj gjithë mirat. Faleminderit ju, mira paçi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.